Dita të gjithëve. Sekrete të webcamve që duhet të dini. Sot do t'ju flas për një argument vërtet serioz. Ndiqeni me kujdes sepse është për të mirën tuaj. Nëse do të thosha që dikush ju përgjon me anë të webcamit, edhe në shtëpi, madje edhe në momentet intime, ju do ta besonit? Ndiqeni me kujdes, për të mirën tuaj. Jo sepse dikush mund të mendojë që Nadiri del në mëngjes dhe çfarë ti del përpara ai flet. Jo. Ka një pafundësi misteresh, sekretesh atje jashtë, madje një pafundësi njerëzish pervers që kanë dhe bëjnë me mira gjëra. Dhe kjo është njëra nga ato. Dëgjojeni. Në vitin 2025 në Itali, një zotëri teksa u fut në internet, u fut në ato vendet, e keni parasysh ju, në këto website-et, rastësisht u fut aty, ndoshta ai thot rastësisht, por ndoshta ai shkonte për herë në këto sitet, e keni parasysh për adult. Dhe çfarë shikon? I dukesh një imazh, ishte bardhëzi, dhe i dukesh tamam si shtëpia e tij. Kishte krevatin, të gjitha ato mobiljet, tamam si shtëpia e tij. Por kur u ngrit në këmbë, sepse ishte një çift që po bënin marrëdhënie, kur u ngrit në këmbë mashkulli, kur shikon, ishin edhe me fjalë trupi poshtë ishte identik me të. Fytyra ishte mbuluar, qofte gruas, qofte dhe ati, por kur u afrua pak më shumë tek webcami, vuri re që ishte vet ai. Nga aty filloi denoncimi, bëri denoncimin dhe dolën vetëm në atë moment që u bë denoncimi, vetëm njëri, 150 të tjerë individ që ishin regjistruar pa lejen e tyre në momentet intime. Tani, çfarë do të thotë kjo? Duhet të dini që webcamet, qoftë të telefonave, qoftë edhe të kompjuterve, ka disa software që i aktivizojnë pandezur edhe dritën. Po, dhe ju përgjojnë, qoftë të kompjuterit, qoftë edhe sikur t'jetë fikur. Kujdes, sepse dikush nga ju do thotë, çfarë thua ti? Dëgjojeni. Në Tonga kishte përfunduar, pra atë që kapën disa andej nga Tonga, por vetëm një thash që kishte denoncuar. Por duhet të dini që kohët e fundit është bërë edhe sport. E dini se çfarë bëjnë? Shiko se çfarë bëjnë këta tipat. Pasi vjedhin të gjitha këto momentet intime, apo ku ta di unë, ndonjëherë edhe live, i shesin. Shesin momentet intime njerëzve. Si i shesin? Shesin në grup, për shembull, ka njerëz që pagojnë në deep web. Çfarë bëjnë këta në deep web? Kanë një link, kur i thon shtyp te ky linku, edhe ti shikon pagon, se nuk e dim, duke se pagon, këta thoshin që pagonin $100, një gjë e tillë, për të futur që të shikojnë këta që janë të monitoruar live. Çdo të thotë kjo? Ti teksa je në shtëpinë tënde, hap kamerën, sepse ti ndoshta ke klikuar ta fillojmë nga e para. Shiko. Dikush për shembull me anë të kompjuterit është futur në kompjuterin tënd ose në telefonin tënd. Zakonisht bëhet me kompjuter sepse telefoni është pak më kompleks, duke qenë telefoni i kthyer ndonjëherë nuk ka dhe një shikim 360 gradë. Pra telefonin askush nuk e lë në këmbë. Kjo bëhet vetëm për të përgjuar disa individ kur flasin në telefon gjatë ditës, dhe bëhet vetëm për shërbime sekrete. Kurse, për sa i përket momenteve intime me webcam, tregohet që bëhet me kompjuterat e shtëpisë. Dhe çfarë bëjnë ta? Ata mjeshtrat, hakerat, futen në kompjuterin tënd, ndoshta ti ke klikuar diçka, ose ndoshta një lojë, apo një link, apo ndoshta edhe gjatë një azhornimi, sepse gjatë azhornimeve bëhen shumë nga këto, dhe në atë moment ti ke hapur një pop-up, si mund të quhet. Dhe këtë pop-upin ata e vendosin aktual, pra në kompjuterin tënd. Çdo të thotë kjo? Ti e hap apo nuk e hap kompjuterin, ata me anë të këtij pop-upi që ka hapur aty, ata futen në kompjuterin tënd dhe mund të aktivizojnë webcamin. Webcamin që aktivizojnë mund ta fikin dritën, sepse ti nuk e sheh, mund ta ndezin kompjuterin, sepse ti për shembull nuk ke gjëra në kompjuter, ke vetëm ato, ose ata mund të futen vetëm në webcamin, pra në sistemin e webcamit. Dhe çfarë bën? Dikush e ka për shembull në dhomën e gjumit, dikush e ka në një hotel, dikush e ka ku ta di unë, në një shoqëri apo ku ta di unë. Dhe këto të dhëna, duke qenë
ka disa që i shesin online, pra në momenti që ata janë live, i shesin live, pra shesin live, mund të shesin 100, 200, 500, apo ndoshta edhe 1000 prej tyre, që kapin këto momente live. Dhe çfarë bën? Ai që pagon, i shikon këtë i doj qefi. Shikon një hotel, shikon një moment që zihen njerëzit, shikon dikë që bën marrëdhënie, shikon çfarë të doj ai. Pra i japin akses që të futet në këtë si të quhet, link. Tani duhet të dini që kohët e fundit, pothuajse në të gjithë botën, po mundohen që të bëjnë një lidhje të përgjithshme të webcamve. Se e keni vënë re që ka një live webcam live, janë disa site që vendosin këto webcamet. Kjo është një gjë shumë e vockël, sepse kjo është ajo që i japin akses vet ata që kanë dhënë akses në webcamve, por të një qyteti, të një vendi, apo ku ta di unë, ose ndoshta edhe të një shtëpie, por një shtëpie jashtë për shembull, dhe ja kanë vënë vet aksesin. Por këtu bëhet fjalë për webcame brenda shtëpisë, pra brenda kompjuterit tënd. Ja u them, sepse dikush nga ju e kishte vënë re, teksa unë po bëja disa video para 2-3 muajsh, kishte vënë që unë kam vënë diçka te kompjuteri, jo sepse unë e kam në studion time, nuk e kam tek dhomë gjumit, por sidoqoftë nuk dua që të më përgjojnë. Dhe e kam vendosur sipër një cop, me një fjalë një ngjitse, për ta bllokuar webcamin. Bile, do t'ju them, në Kinë, kohët e fundit, po mundohen që të vendosin të gjitha webcamet në një sistem që të kontrolloj të gjithë popullatën në një kohë reale. Pra në kohë reale që të gjithë popullatën me disa parametra që do t'ju them pas pak. Por, duhet të dini, do ja u them pas pak por dëgjoni këtë. Por duhet të dini që ka disa webcame që kanë një risolucion tepër të lartë. Dhe janë vendosur për shembull në disa vende të qytetit. Dhe çfarë bëjnë këta mjeshtrat? Këta që janë mjeshtra që shikojnë me anë të kamera që thash që me të webcamit që futen në kompjuterin tënd. Futen në këto webcame dhe bëjnë zoom ku dëshirojnë, sepse webcamet, nëse keni vënë re, janë sipër. Futen me anë në dritare, në balkon, apo në pallatin e dikujt, apo në shtëpinë e dikujt, me anë të webcamit. E afrojnë këtë dhe shikojnë edhe momentet intime, shikojnë nëse perversime të ndryshme. Pra, këto shiten online, shiten live ose jo live, pra ose ato që kanë kaluar kohë ose jo live. Dhe po ju them këtë sepse ka disa, tani nuk është shumë e zhvilluar ndoshta në Shqipëri, kjo gjë, Shqipëri, Maqedoni, Kosovë e tjerë, por ja u them sepse ka disa që nuk janë të kujdesshëm dhe shumë prej nesh jetojnë jashtë. Ata që janë jashtë kanë kompjutera në shtëpi dhe e vendosin kompjuterin në dhomën e gjumit apo ku ta di unë, e kanë aty kompjuter, por nuk e din ndoshta që mundet që dikush të futet në kompjuterin tënd, të ndez kamerën, pra webcamin kur të doj dhe të shoh momentet e tua intime, të tuat apo të familjes. Okej? Dhe ja u them që të keni kujdes, sepse edhe sikur ti ta heqësh nga priza, në momentin që ti e vendos, pra sepse mund të thotë njëri për shembull që ti e shkëput nga priza kompjuterin dhe shkëputet ai virusi apo linku që ata të kanë vendosur. Nuk është kështu, sepse ti e ke në kompjuter. Por dikush mund të thotë për shembull unë gjatë natës mund të fik kompjuterin pa e hequr nga priza. Jo, nëse ti e heq nga priza, atëre po që nuk mund të aktivizojnë dot webcamin me prizë të hequr. Por nëse është në prizë, edhe sikur ti e fikur kompjuteri, webcamin mund edhe ta aktivizojnë. Siç u thash, në Tonga kishte përfunduar ky italiani, edhe 150 të tjerë nga ta, pra nga ai përgjim që u bë, nga i hetim që u bë. Ja u them sepse sot kemi arritur që në të gjithë botën, pothuajse çdo gjë lidhet nëpërmjet internetit, nëpërmjet telefonave, nëpërmjet kompjuterit dhe linjën ne e kemi kudo që shkojmë. Kështu që nëse nuk është nga telefoni, është nga kompjuteri, është nga webcamet që janë nëpër rrugë, nga kamerat që janë nëpër rrugë etj. Ja u them që të bëni kujdes për të mirën tuaj, ndoshta dikush nga ju nuk e ka problem, por në momentet intime unë them që tani nuk është më si t'ja u them, si dikur që nuk ka
ti je i lirë, nuk të përgjon askush, tani përgjohesh 24 orë nga të gjitha anët. Qoftë nga telekamerat që janë në rrugë, qoftë nga kompjuterat, qoftë edhe nga telefonat që mban në dorë. Dhe nuk ka më privacy, ndose të gjithë flasin për këtë privacy-n e madh, por privacy nuk ka. Bile, atë që kisha vendosi do t'ju thosha në fund është që Kina po përgatit një lloj sistemi që të përgjoj 24 orë, pra natë dhe ditë në kohë reale, që të gjithë banorët. Çdo të thotë kjo, me anë të webkamve, të atyre që gjenden në rrugë po flasim, dhe ndoshta me kalimin e kohës do vendosin edhe në për pallate, brenda pallatit, por me dashje po pa dashje, Smart TV kanë dalë me kohë dhe ne kemi bërë këtë dhe në për emisione. Smart TV mendohet që ka brenda një mikrospi, një mikro webcam të vogël, që ti teksa je në shtëpi, ajo regjistron zërin apo figurën tënde. Të paktën kështu thuhet. Unë në televizorin tim, si që thash, e kam bllokuar edhe aty, kështu që me fjalë atë pjesën e poshtme, sepse ka disa spaj aty, po unë nuk e di se kush janë nga ato, kështu që e kam bllokuar të gjithë me një shiritëzi, dhe po ja u them sepse tani dreqemori edhe brenda shtëpisë, kështu që mendohet që në të ardhmen gjithë Kina do bëhet 24 orë kontroll non-stop me webkame. Ja u thash që ta dini. Pres komentet tuaja çfarë mendimi keni dhe kujdes me këto webkamet, qoftë në telefon, qoftë në kompjutera, por edhe rreth shtëpisë ku keni, sepse nëse jeni anë rrugës, pra në një qytet dhe ka nga këto kamerat e sigurisë përreth, padyshim ata mjeshtrat me anë të kompjuterit kapin dhe i transformojnë ato në webcam, pra në mikrospia, që me anë të zoomit ju kontrollojnë se çfarë bëni. Ja u thash, ndoshta këto janë fantazi ose teori metropolitane. Megjithatë është mirë që të jemi të informuar. Apo jo? Pres komentet tuaja, ditë marr.